na thoshte neve, do vdes. Që kaptelin, një këto dy gishtë të quk. Plaka ime ishte quk shumë, me budallat që kishte thonë. E dashur Hamide, të lutem, nuk dua që të qash në këtë live. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të sjell një histori të dhimbshme të një nëne nga një fshat i Lushnjës, është 50 vjeç dhe quhet Meri Xhebaxhiu. Nëna e 4 fëmijëve, por që sot është nëna e 3 fëmijëve, pasi fatkeqësisht në moshën 15 vjeçare humbi vajzën e saj nga kjo jetë. Një adoleshente e ngarkuar nga ana psikologjike që mori një akt fatal për jetën e saj. Por dhe pse kanë kaluar shumë vite, dhimbja nuk shuhet, le të themi tek ajo nën, më shumë rritet, le të themi dhimbja, ajo sot vazhdon të ketë një plagë tjetër në shpirt për të birin e saj 23 vjeçar. Por çfarë ka ndodhur me këtë nën dhe me fëmijët e saj, do të jetë Meri që ditën e sotme do e rrëfej këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Meri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga neve këte, faleminderit shumë për mirë kuptimin dhe për telefonatën që më bëre. Shumë faleminderit. Si jeni me shëndet? Po mirë. Hajt ma Odeta, jam shumë në hall. Në fakt ti më telefonove përpara disa ditëve dhe më tregove që ke shumë probleme dhe dua të dëgjoj ditën e sotme. Aksident, më vranë shumë e makinë, që ke gjujnë të poshtë, më vranë në dërmunë dhe asi kokër leku nuk më shpaguan shkutë vetë me ekrat, gjysmë t'i futën vetë në fakt, që mu qëlloj doktori mirë që më ndimoj, më vranë edhe as buka si gje. E dashur Meri, por ku ndodhi aksidenti, çfarë vendi? Në Lushnjë, ke fabrika mjedhit poshtë, te stacioni trenit, ke fabrika mjedhit diku aty. Por ishte një makinë që të përplasi? Një makinë e vogël, si që tha një makinë e vogël, një djalë 18 vjeç, sa hyra po do pyse për një frigorifer, si që kemi ne gratë që po i shikoja, edhe sa tu ktheja ke boti ta pyse sa janë për plas makinat, tu nuk maj men më hodhe e tja edhe. Dhe çfarë pjesë e trupit është dëmtuar, pjesa e këmbëve? Vetëm këmbët më ka vrarë shumë, i qikë duke koka pak, po këmbët mi dëmtoj mi bori copa. Por personi u arrestua, bëri burg? Personi u arrestu, boni një natë burg, thanë ato atje, nuk e di ku futën Vlora, Lushe, nuk e di fane, dhe e ndurën. Por pse të shpallën ty fajtore? Se mora vesh që të ta. Unë në nejtë në spital atje e vdekur ishte 4 orë. Wow. Kur ashtë men, nuk e di se qa kam bërë, nuk e di se qa kam thënë. Sot jam në kaj sa jam, një djale kam 23 vjetë që shpagoj. Ai ka fillu të acarohet, kam një gotë këtu, ka qene martura shoherë disfata dhe kam në shpi, ka një mbes, kam një gotë dvogël, mbes dvogël. I quhet pitani me qatë ketë ndora i sjell, sluk, thik, qatë ketë ndorë, vështjerë mi sjell që ishë acaruar, e arrove dhe të ndime. Po ti pas ke vërtet halle dhe këto janë halle që nuk të lënë të jetosh. Shpia 2 dhoma kam, një dhomë flen, e kjo goca vogël aty poshtë flen, s'ka divan. Një vend të edhe i qunë, që i shpagoj dhe i qunë, kam dhe i qunë tjetër të ma 37 vjeç, pa martuar. Do të pyes dhe do më tregosh historinë e djalit që ka probleme, që nuk flet, por edhe të vajzës që fatkeqësisht nga divorcuar, por Meri, për të përmbyllur problemin tënd, se më vjen shumë keq që ke bërë këtë lloj aksidenti, ke ngelur me dëmtime të mëdha në këmbë që rri më shumë shtrisë se s'mundesh dot të ecësh. Shumë. Unë nuk vesh dot, të vesh atletës si gjithë shoqet, s'vesh kpucet, nuk kam gale, nuk duhet të vesh gjëmën provincial. I kam gishtat, jam thuj gishtat, nuk i vesh do, nuk vesh një panazjat ashtu të thjeshta, se nuk i majtë. Por nuk u interesove për të mësuar që personi që të aksidentoja bëri burg dhe të meri një dëm shpërblim për të aksident, ti nuk u interesove? Odeta, unë nuk isha njerës të sak, nuk isha njerës, unë nuk kam njerës, që unë si që masë do takojnë da shikosh nuk ishte për vete dhe
kalamajt pas njësë interesu, kur interesova aty ke policia lushje masa, tha ka kalua, ja, tha s'ka, nuk merë ma, tha dën shpërblime ma të tha, ka kalua, thati. Edhe kështu që nuk mora si gjë. As tu nuk merë dhe më kërkom të falje botë, erdhe e dy heri jati, pruri ca retka kështu që kejt për retka isha, unë ase ama se erdi quni që të thoshtë më falë që shtek, ja. Por bashorti juaj nuk u interesua? Nuk është shumë i afet, nuk u interesua asnjeri. E dashur, Meri, me sa po kuptoj, bashorti ka probleme të shëndetit mendor? Po, ishtë kështu i pa, jo me shkollë, nuk ishtë i pa, nuk është që të ndjeki këto, ja unë jam një qike sak kështu që i nje këto gjera, kur u kujtova unë, se unë qeshe vrarë, kur u kujtova unë, kishe maru mua beti. Por ndalemi tek djali, sa vjeç është djali që nuk flet? 23 vjeç, tani shtunën i mush 24, 23-24 vjeç. Edhe 100 vjeç u bëf, o zot. Por çfarë ka ndodhur? Ka lindur, le të themi, shurdh me mec, apo diçka i ka ndodhur në jetë? Ai lindi i mirë, 6 muaj ishte me i dasëm dushka tje, mërtoja të gocën e vllajt, dhe e pa njëra tje dhe tha, osa i shëndosh, osa i bukule, qysh atëhera i nuk më ndërprevate. Kaloi temperaturë të lartë. Po një gabim të madh, nuk e shkollova, nuk e qonë shkollë, se nuk ka vdek dhe një gocë, para se të vrisje, ka vdek një gocë 15 vjeçë në klasë 8, më ladë dhe ishan ato valet e gocës, më dha qunin para mas 2 vjetët gocës, më dha këtë qunin që i shpagoje dhe nuk isha... I ta shumeri se po mo shokon me gjitho plagë që paskës si një nën. Tani djali kaloi temperaturë të lartë, dhe le të themi pat... Kaloj temperatura ishte, po, kaloj dhe temperaturë, se kisha këtu una, bërtiste këshu ai edhe erdhe kisha një komshi këtu, ishte infermiera, ajo që bëndë gjylpera këshu, erdhe ajo në fakt nuk deshi lut, ajo erdhe, ajo me men kaloj atë të fëmijëve, ajo i bari gjylpera dhe ala qyryk ma, se këshu them una. Sa muaj shka qenë djali kur kaloj të temperaturën e lartë? Po aty ka qenë 6-7 mush kështu, jo 6-7 mush, 5-6 vjeqa diku e shumë, nuk maj mend të edhe se jam shumë e qartë. Po nuk ka qenë i madhë. Jo, nëse ka qenë 5-6 vjeç, i madhë ka qenë. A i flisten për para? Jo, kështu flisten, thoshte mama, baba, kështu. Po, që sa bërë gjylpera që e bërë, ajo kaloj kështu në temperaturë, më duket edhe e prapsojete, nuk thot gjë ma. Se kam përshtypjen që djali mund të ketë lindur me këtë problem, se një fëmijë që është 5-6 vjeç, 6 vjeç është klasë e parë, do të thotë fëmija flet rrjedhshëm, përderisa ai nuk ka folur rrjedhshëm. Do thotë ka qenë më i vogël, thot goca, ka qenë më i vogël, ai ka qenë aty ke afërsisht 7 mush, 8 mush kur ka bërë gjylpozë, nuk jam e qetë, nuk e mal men fare, po kështu ka qenë i vogël me men. Se kisha në djepe, e kisha në krevat, po ka qenë i vogël. Nëse ke pasur në djepë djalin, ai ka qenë me muajsh, kështu që ka qenë 5-6 muajsh, ka kaluar temperaturë të lartë, fatale, që i ka prekur, e ka dëmtuar në pjesën e të folurit në tru dhe i ka sjellë të pasojë të madhe që ai nuk flet sot. Po, ka qenë i vogël, po më kujton gota, se nuk e maj men, ka qenë i vogël në djepë, kështu në krevat, qysh. Por mjekët çfarë të kanë thënë për djalin? Unë e qova ke një doktoresh lushje, një doktoresh Elida Koçi, ajo më tha do i vi, nuk më shumë, nuk më dha më shumë, nuk. Dhe djali nuk foli më kur? Nuk foli fare. Por sot që ne flasim të dyja dhe ai është 23 vjeç, belbëzon, nxjerr ndonjë tingull nga goja? Bane shumë dada, kështu kur i kujtohet me bebe, kështu kot, nxjerr me një, po jo të flasi. Dhe më vjen keq, por ajo që është më shqetësuese është që ai është bërë agresiv tani dhe është i dhunshëm. është jo agresiv, pa shumë agresiv, shumë. Njëret që në 4 mjesit i njërin të gjithë më gjurë, vetë mua nuk më lu shumë. Mua më lujti para 2 vjetëve,
Kur më shifte mua, që kur shifte të vdekjen e vetë, më ka qërru dhe nga syt nuk shikoj ma. Në fustë të dur të gjishtë, ti qem të në krevat, më shtrinë, këshore, më qërroj nga syt. Po tani nuk më lunë ma, dhe burin e merë të këshu, më kapë të cfurku dhe nikte me cfurku. Në për ara të nej. I morëm gjirpera këshu, ne i bom gjirpera. Së kur gjanat e dritaret e i boni shumë copa. I theu i boni cop, së kur kisha arë servi. Të në shpi. Pra, djali ka dhe probleme të shëndetit mendor, që kjo është një problem shumë madhor, përderisa është bërë agresiv dhe dhunon. Dhe mua më vjen keq që babai e ka dëbuar nga shtëpia dhe e ka ndjekur sa i të dhunon të ty, por duhet ta çoni me patjetër tek psikiatri, në një spital psikiatrik që ai të marrë mjekime, sepse situata mund jetë në rrezik për ju dhe për atë vetë. Po, ja bëj vizitë gjithmonë, ka dhoni laset ajo, ja ka dhoni laset a psikiatret të lushnje. Ai nuk je goca kokra, nuk e zen, nuk e kap. Me të mjesi jerë, me të mjesi që goca vogël flek gjumë dhe kur ish pushtim, se kur ish shkollë, ngres ish klas 3, që në orën 4 i ngrenë gjithë në gjumi. Sa i është i pavedishëm dhe bën veprime të pavedishme, është fatkeqësi kjo. Po, pra i pavedishëm, po, nuk ishte bën vetë, po ja shumë, ishte. Shumë dhe kam shumë halle, shumë probleme, shumë... Por është qetësuar tani djali këtë periudhë, apo akoma vazhdon të jetë problematik në familje, agresiv? Jo, nuk bën shumë që derë, i fjalë që të nga gacmoj neve, shumë. Kjatin e lumë shumë, e bështyn. Shumë, po të bëj shumë, jo, po... I ngrenë qëmë pikë mjesi në gjumi. Në orën 4 i ngrenë në gjumi. Po në komunitet, aty në fshatin ku jetoni, me banorët e tjerë si sillet? Me fshinjët komshit? Nuk lu njeri, jashtë portës, ta lu njeri këtë gjatje, nuk e lu, ishtë shumë... Unë që ditë me gacmojnë ato kalamajt e shkollës, kur vina herë të poshtë, që dele të rruga, nuk e lu në kalamajt e shkollës. Ja, vetëm e shpinë, nuk e di. Si duket me personat të panjohur ka frikë të reagoj dhe aty në shtëpi le të themi është më shumë agresiv. Po. Shumë. E dashur Meri, më preke, më the që ke humbur nga kjo jetë edhe një vajzë 15 vjeçe. Çfarë ndodhi me vajzën tënde? Ajo, që kur ishte klas 6, klas 7, shumë në thoshte neve, do vdes. Do vdes, kur vini ju në shpi, kur vini shpi nuk do m'gjeni, do vdes, viti 2000 nuk do m'gjeni. Thoshte shumë lato, nuk ja vija re. I thoja me lume, se kishin lume të ri. Thoshte lume, kene një dhafe tjetër t'i leri ato, moj. I po me kratë këshu, që do mahajnë krimët, që do futëm gropët, me qa do m'fusin, qa loj. Maroj klasën e 8, unë isha mire të herë, isha e sak, nuk isha, po isha qanoge isha, po me i kam, po nuk isha e vrashu. U futa 3 ditë në punë, se thaj, ma unë kur të marrë shkollën do të bëhem parukjere. Po me të shë marrë shkollën, sa dhe bëhu, pëse më zbash, në sa thashe dhe shko parukjerit. E vajte 3 ditë punë, hesta se punë të shpi si boj vetëm, tha ti vetëm hash drejt, dakë që boshë refri gjuhë më bënde mu. 3 ditë punë vajta, unë kur me në haberi, hajë se ka vdek lumja ka kërendi, e zuri kërendi. Ishte një aksident, apo ajo tentoi për vetvrasje duke... Ajo, unë themi se ajo boni provë vetë, kapi korendi vetë, se nuk kisha asi gjokë shute pa mi fjallë korende kështu në përkom. Ajo kapi vetë korendi, se kështu dhe do më kapi korendi, kur të vini ju do më gjeni të vdekur. Edhe ashtu e gjetën kur erdhe në shpi. Kishe një megafon të vogël shumë, e gjonde të në ato megafon që me kaseta, kishe kap telin, një të 2 gishtat që kur e pamë që ishe e shtri, pas gishtat 2 me bryma, që që shpu me gosht. E dhimshme, dashur Meri, Zotit të dhënë forcë, fuqi për të përballuar gjithë to plagë që pas keni jetë me fëmijët, por me sa kuptova unë Meri në këtë rrëfim të shkurtër që bëre për të ndjerën 15 vjeçaren, ajo ka qenë në një depresion goxha të thellë, përderisa ju a kishte shprehur që
do kryente një akt fatal për jetën, por ju nuk e besua dhe nuk ja vut veshin. Nuk e besoja se ai ishte klasë 6 ishte. Vitin 2000 thashë unë nuk do jem. Moj gotë, po çfarë flet? Ke boni çik buk thoj kur vjen në punë. 3 ditë punë kisha. Ke boni çik buk thoja unë po neri këto ti thashun. Vajti ke plaka ime ka shumë llafa deta, ka shumë llafe. Vajti ke plaka ime, nona ime se ishte gjallë atëherë. Edhe kisha i pa i vlla im fik, kishim i fik zihet në shtëpi. Edhe i thoshte vllai, "Oj, lu me priti ato fik." I pres në si vjetë daj, kishtë po mot, nuk do jem, nuk do i ha ato fiqët më. Plaka ime ishte quk shumë, me budallaqi kishtë thonë. Nuk kërkoj unë vdekje që jam plakë, kërkon ti, gjyshe, një ditë do vdesim neve, ja kom një plakës tine. Në djenin pare se të diste tu... Në djenin tënde e dashur Meri, i kishte ndodhur diçka viktimës që ajo... Jo, nuk kishte kjo për para, gëgja vitë në shkollë, bon të punë të shpis, nuk ka pash, nuk kishte kjo shqetësime këshu, maj sa kishim, fukara ishim, po ishim mirë, maj sa kishim, nuk ishim keq. Dhe humbja e vajzës, le të themi të plagosi, dhe sigurisht je nën, dhe sot e kësaj dite, dhe derisa ti vesh pranë, dhimbja nuk shuhet. Nuk kam lot më për atë. Dhe të besojet, është e kuptueshme dhimbja që përjeton. Sa ti vesh pranë, nuk do të harrosh kurrë vajzën tënde, por qofte parajsë se dashur Meri. Po. Prandaj unë për qunin doja, kështu nuk du ta largoj në shtëpi se të vëjmë se jam djeg me gotën dhe kam visë më vrasi se ai nuk vishet me det, as vishet, as lahet, as i gjë nuk bën, gota e vesh qunin që e lanë kështu, nuk bën as i gjë. Më vëjmë se ta qoj kështu në për këto, se e vrasin e rafin kështu, duhet vetëm një shtesë, doja një dhomë vogël, kështu t'i bëj dhomën veç që të flej veç aty, t'i myllim derën të rivmend ose të vogël njerë nuk pa me le rahat. Një stolli herë mi thikë në shytë, një se si kapi shtyri, një stolli mund vetu këtu. E dashur Meri, unë e kuptoj që je nën dhe nuk do ta ndash djalin. Sigurisht kërkon ti bësh një dhomë dhe ta mbash aty kyçur, por më dëgjoj. Një shtesë vetëm, një shtesë doja, një dhomë vogël, nuk dua vila, nuk do këto dy dhoma boll një kam. A i tret me këta e me gocën dhe me mbesëm i fjallë më ta, dhe ngrijet mjesi shpardaloni ngrena gjumi. Edhe këtu vjen kë unë lune e këshu, por nuk më gësmon shumë mua të një. Më dëgjo dhe do të flasë me... Po të flasë si një nanë dhe më dëgjo me përmendje. Absolutisht e ke djalë dhe nuk kërkon ta largosh nga shtëpia. Por, edhe ti bësh një dhomë dhe ta mbash të kyçur, nuk është normale, sepse e dashur Meri, ai ka nevojë për një mjekim dhe një trajtim spitalor. Dhe nëse kjo gjë nuk ndodh me djalin tuaj, ai nga agresiv që sot është dhe ka dashur me thik të gjuaj mbesën dhe e ka shpëtuar syrin në film besa juaj, nesër ai mund të marrë thikën dhe të bëj hatan aty në shtëpi. Sepse është i pavetëdijshëm dhe ai nuk e kupton se çfarë bën. Dhe unë të jap këshillën përpara se të kërkosh atë dhomën, që ndoshta e ke të nevojshme të shtosh dhomë në shtëpinë tënde, se mbi të gjitha ke dhe një vajzë të divorcuar që e mban aty, ti duhet të kërkosh trajtim mjekësor për djalin. Është kryesorja, ma beso. Familja jote është në rrezik me një 23 vjeçar që ka probleme shëndetit mendor dhe është agresiv, por dhe jeta e ti është në rrezik sepse ai mund t'i bëj keq edhe vetvetes, Po, ai nuk ka fajin dhe ajo sot, ai nuk do të bëj me sa shu ishë smunja, ai bosu vetëm do të haj, nga mjezi, deri ndark, ai nuk shte, vetëm do të haj e vëtë gotës, vetëm do të haj, vetëm kop. Sepse duke e shtruar në një psikiatri, qoftë në Vlorë, në Tiranë, një trajtim mjekësor, 2 javor, 1 mujor, mund ta qetësoj situatën e tij dhe ai mund të kthehet në shtëpi. Por mos e lini pa trajtime mjekësore, se ndoshta ato medikamente kokra që ju kanë dhënë mjekja psikiatre e lushnjës e fierit, ai nuk i pi, ai më shumë rëndohet.
Nëse ai nuk i merr ilaçet e dashurmeri që i ka dhënë mjekja, ti du ta çosh patjetër në spital dhe janë mjekët aty të specializuar psikiatër që dinë ata se si ja japin ilaçet, ja japin në venoze, sepse ata nuk duan t'i pinë ilaçet, është e kuptueshme, janë të sëmurë, nuk e kuptojnë. Dhe ja japin në forma të tjera ilaçe që ata të qetësohen. Kështu që të lutem, mos e mbaj djalin në shtëpi me këto probleme kaq të rënda të shëndetit mendor, sepse është në rrezik edhe jeta juaj. Po. Meri, patjetër. Në rrezik është. Në rrezik është, dhe po. Është në rrezik jeta juaj dhe jeta e atit. Është i pavetishëm ai për çdo veprimi që bën, por unë do të ndihmoj patjetër për djalin, se më dhimbsesh, sidomos kur flasim për shëndetin mendor, persona të cilët janë të pavetishëm për çdo veprimi që bëjnë, të gjithë duhet të ngrem zërin dhe padyshim që dua që zëri jote të dëgjohet sot në këtë live. Por një nën me plot halle, një vajzë që ka humbur nga kjo jetë, një vajzë me probleme shëndetit mendor, vajza tjetër më the është divorcuar dhe të ka ardhur me vajzën në shtëpi. Por pse u divorcua vajza? Po, dhe ta shumë keq jam. Shumë keq jam. Jam shumë keq. Po më ndihmuat, pak të ta qojmë në spital, ta majnë sa ta majnë edhe ta bimë. Me erdhi një italiane odeta që më ka ndihmu në kemë, që më ka bo mjekimi dhe po më ka ardhur tani me sa shoqe. Hajde. Po më odeta se më erdhi dy shoqe, po. E dashur. Ciao. Po odeta. E dashur Meri, por vajza pse u divorcua? Ajo ka qenë martuar në Fier dhe i shoqja saja i kërkonte gjithmonë pensionin e veta saja. Edhe nuk ishte shumë i rreth se kota ime dhe qalon pak. Edhe ishte gjysmë robi, ishte më keq në goca ime. I kërkonte 2 lekë të gocës. Ajo u mërzit, nuk e duroj me dhe iku. Të bëj një pyetje, pse vajzën e martove me një person që kishte probleme? Po tani ata deshe njëri tjetri kështu dhe ku e diun se çka kishte në kokët ai kështu dukesh i bukur i mirë ai. Ku e diun çka kishte ai, dukesh i bukur i sakët kështu nga pamja. Sa vite qëndroi e martuar vajza? Sa ne i vit, po. I vit që 3 mushe ka arë këtu Shtazanë, goca ka lindur këtu Kaneve pastaj. Mbesa ka lindur aty? Po, lindi këtu edhe erdhën që spitali, erdhën të plejtë që spitali, po asë i gjë për gjoj, asë një mojnë tani asë i gjë. Po vajzën e pas... Ka bota lave ato kunatat, ato mi fjallë, ato ish kunatat e gocës, nuk thuën. Nuk më rojta kemë sa malë, po unë rrita dhe shu vetë, me aqë halën, aqë probleme që janë vetë, po nuk e japin dim. Por e kuptoj që vajzën e ke rritur ti, por ish kunatat, pse nuk e doni vajzën tënde? E doni, pra doni me interes, donë të t'i jep të lekët, unë nuk i maja lekët, po e thoshin shumë me dhurë, nuk thoshin me mirë kuptim, që mje pletë që shtek, po e kërkoshin kësaja, nuk më thoshin gjë mua. Po që pun ka kunatat me lekët e vajzës tënde, ato ishin lekët e vajzës tënde? Burri, i shoqi. A i nuk punon? Edhe të gocët tha një lafe të rëndë, më tha një lafe të rëndë të gocët, ato kunatat. Ta shumë mu hiqë në telefonin, thashë gocën e kam vetë e prita, thashë në vetë të arrisë edhe të t'i përgjigjem deri, me aqë se mund si kam, do i përgjigjem deri sa t'jem vetë gjallë. Mbesa sa vjeç është? Mbesa ishte, ka hy për 10 vjeqe, klas 3 si vjetë. Për 10 vjeqe, nuk e nje babajnë e saj? Njef kështu, po nuk do të shkoj. Thash një ditë kështu, ashtu do shkojnë ke babë dhe shtë ato shjo, thot, nuk vete. Nuk e do? Se ka gjyshe, nuk vete, nuk do. Por a i vërtet se ka kërkuar, por vajzën ju nuk i keni treguar historinë, ose ti flisti për babajnë, se duke sigurisht ka një urrëtie për babajnë e saj. Jo, nuk ka urrëtie, se i binë ato, i binë shu fotot që ka qenë voç kjo, ja binë ato, ja shu kjo, nuk, po ma kërkun unë ja jap të takoj, se s'ka një gjë. Po, por ato nuk vinë ta kërkojnë.
Nuk kanë ardhur ke dera që ti përpësoj, nuk kanë ardhur. Kur të vinë, ja ta kanë të takojnë se jo, s'ka një gjë. Nuk kanë dajnë e babaj. E dashur Meri, vajza juaj ka qenë e martuar ligjërisht? Jo, nuk bën cilibrim pra një vit edhe nuk ka bërë cilibrim, nuk është në cilibrim. Ka qenë bashkëtesa ajo një vit, por atësinë e ka njohur të vajzës. Po. Por ai nuk paguan asnjë detyrim ushqimor? Njëherë, me fjalë vajtje tje kjo dhe erdhi. Iku me fjalë. E po mirë, edhe të gocat, të kunata në Greqinë e Italia nga rrinin a ne. Edhe erdhi tha do marrim gocën, tha do ta majmë tha ca ditë tjetër, ta bim prapë, po me thash mere. Mbes. E pyti dhe një herë gocën. Po. Gocën time pyti dhe një herë. Do vish ta tjetosh me Benin, tha, apo do vish me gocën të risha 3 gocat e 2-3 ditë vi. Jo, do vi tjetoj, tha. Ato fillon prapë nga ato grindi që kishin, edhe nuk e murën gotën e në majtën, kur e prunë të pastaj, 100.000 lek i dhanë që atëherë edhe si ka dhanë mo. Kur ishte aty një vjeqe gjysë 2 këshu, i dhanë ato lekët. Dhe nuk janë kujdesur më. Edhe murën e 2 herë në telefon më bojnin mua, që ku i qutë jo do 100.000 lek që dhanë, ku i qutë, ore të qunë. Ka qenë kopësht atëherë, thashun po mirë, ato 100.000 lek, dalësh bazar ajo do veshje, do puth, do gjup kur ish dimër, i do të gjitha. Ku i quti ato 100.000 lek, unë nuk e ha, vjeqën kësaj, i qinë që nuk e ha gotës, jo t'i haja lekët asaj. Unë s'dua t'i paragjykoj ata njerëz, por shtup tani, t'kan dhënë 100.000 lek ata dhe thonë ty çaj bëri ti ato 100.000 lek goca 10 vjeç. E mashin me goj, ma deta mashin me goj, kaloj ka që koku i këqu 200.000 lek. Sa llogaritë tani tia, budallikun, ku i qutë 100.000 lek? Është turpshme në fakt, nëse ata janë sjellën të lloj forme, por nëse ju i drejtoheni gjykatës, gjykata vendos një detyrim ushqimor për atë babain dhe pastaj do ta kuptoj ato ish-kunata se ajo 100.000 lekësha do jetë çdo muaj dhe jo një herë në sa vjet. Atë që dha e kujtun unë para se të lindë goca, se kisha në shtëpi dhe bona një pyetje ke po ime dhe se nuk jam e qetë. Ke avukati të lushnje dhe i thash këtu. Ta hedhim mbi emrin e babait, tha, edhe flasim neve, tha. Aj, qau. Edhe ta hedhim e rregullojmë ne pastaj, po ta hedhim mbi emrin e babait. Gota ime nuk deshi ta hedhim mbi emrin e babait. Vajzë, mbesa është regjistruar në trungun tuaj, sigurisht. Ka marrë mbi emrin tuaj se vajza nuk ka qenë e martuar ligjërisht. Por vetë vajza jote, çfarë thot? Po hiç çfarë thot ajo? Ajo 13 vite e ndar, 10 vite sa i bie e ndar, se vajza është 10 vjeçe, erdhi shtatzën tek ju, nuk u martua më. Jo. Jeni ju që e mbani me ushqim tani dhe mbesën dhe vajzën dhe djalin? Po, goca merr kjo vogla, unë ndava nga familja, mi fjallë kam darë gocën nga familja që përfitoj kjo të ndimin ekonomike që janë këto që ish pa baba. Merr dhe vetë goca 100.000 lek që ishin valite. Por vajza trajtohet me kemp dhe merr kemp? Kempi, po. Përse? Se çalon, ka probleme me ecjen? Po, qalon pak, po. E qartë, e kuptoj. Janë shumë, familja ime shumë halë, shumë pare me halë. Por si a del, e dashur Meri? Mos e pyeti ja, marrim shumë pa lek, kur vinë ato qika lek, pastaj ca japim dyqan, po njële pa lek, njële asgjë. Qa do bëj? Ti aktualisht jeton me burrin, me mbesën, me vajzën dhe me djalin e sëmur. 2 çunat edhe mbesa, po, me gocën. Keve një djalë tjetër, se ma the pak më parë, që keve një djalë tjetër të rritur. Por ai ka probleme? Po, dhe me përpesha dhe ta deri sa nuk jashtetit nuk e përballon do të jashtet si që dalin si gjithë shoqet, të më herë vetë, do isha si gjithë shoqet, dilje dhe unë, po nuk është i afët për të dalë jashtetit që shtek, është i pa afët. E dashur Meri, këto sëmundje, le të themi, i kanë fëmijë të trashëguar nga babai?
Po, themi se po, deta. Dhe mua sinqerisht më vjen shumë keq për ty. Por ju vetë jeni martuar me burrin me dashuri apo me mbledhëri? Me lajsëm. Sa vjeç ke qenë kur je martuar? 20 vjeqe, 19 për 20. E kuptova. Por fatkeqësisht nuk pate një jetë të lumtur. Jo, thush, po, jo, zero. Zero fare. Kush është mesazhi që do përcjellësh sot? Mesazhi im është, ky është, inshallah bëhet më mirë për qunin, paktën nuk du ta fush kështu se më vim se ta lek kështu, po 30 ditë kështu edhe vinë shtëpi se nuk duroj dot. Ti kërkon ndihmë për djalin. Po ish mundësia. E du ta ketë një dhomë veç që të flej veç, jo ta kyqat je sa i sën gjamat i bon copa, po ta kyqat je ta ketë dhomën e veç që mos bezdisi paktën këto të tjerët. Ju jetoni konkretisht në çfarë vendi? Në Zjoket, Lushnjës. Në një fshat të Lushnjës. Po, në Zjoke, po, në fshat Lushnjës. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet nga ky live dhe më vjen keq teksa të shikoj që loton dhe fshi lotët. Shumë dhe të shumë. Vetëm rri këshu nuk duhet të lëndoj të tjerët, se unë jam për qa, një vite ca herë u qira për fëmin që miku, po nuk ishte gjë, nuk vi, nuk më erdi ma. Se më thoshte që unë do vdes, po do njallëm prapë dhe u qira, veke, varezët, po s'ishte gjë. Ja, po, njeriu që ikë nuk thet më, këtë e dim të gjithë. Po, i kam qenë 35 vjeqe ku më ka i gosë, edhe kështu nuk thashu nej po do këthehet kjo. I thoja këty në komshivet, e një rizik e varrin, beqim dhe jetë njët lumë, ma merë ma bini në shpi. Kaj shumë e përjetove sa pësove një shok psikologjik dhe besoje që ajo do kthehej. Dhimbja të shkatëron, absolutisht, të shkatëron dhe të dëmton edhe nga ana psikologjike sa të pavërtetat i mendon të vërtetat e beson gjithçka, por ajo qoftë e parajsës, qoftë një ëngjëll i bukur atje lart në parajs, ti bëu efort për të mbledhur forcat, për t'ia dalë. Më vjen keq që je një nën me plot halle, me plot vuajtje. Uroj që zëri juaj të dëgjohet nga ky live dhe u bëft më e mira për ty, për vajzën tënde dhe për djalin tënd që ka probleme me shëndetin mendor. Kështu që ne do mbetemi bashkë në kontakt e dashur dhe të përshëndes. T'jesh mirë, gëzohem t'jesh mirë. Të falenderoj e dashur, të falenderoj Meri. Emisioni me zi e presim, vjen ora 4, rriteni qoni televizorin ty edhe e shikoj çdo ditë. Nuk i ndahen emisionit. Të falenderoj. Nuk e di, kam derë lot shumë kur gjoje, kur nuk e di që të themi ma, jam shumë... Fatkesisht emisioni pa i gjurë me dhe live me Odetën vetëm histori të dhimbshme servir, fatkesisht, por kjo është realiteti. E dashur Meri, do mbetemi bashkë në kontakt, të përshëndes. Faleminderit gjithashtu. Miru pafshim edhe ta shumë faleminderit. E dëgjuam këtë nënë e cila tregoi gjithë plagët e jetës, dhimbjet, vuajtjet me fëmijët e saj. Një vajzë kishte humbur nga kjo jetë, djalin e kishte me probleme shëndetit mendor, 23 vjeçarin i cili ishte agresiv dhe i dhunonte, një vajzë me probleme të divorcuar, një djalë tjetër akoma më të madh në moshë dhe ai ishte i paaft për të punuar dhe u duk qartë dhe në lëkurën e saj, në rrudhat e saj, në sytë e saj, dhimbja që ajo përjeton. Por ditën e sotme, këtu në live me Odetën, unë do kem dhe vajzën Hamiden, që është divorcuar nga bashorti dhe për krahë të vetëm ka nënën dhe babain, kështu që hap dritaren e ftoi dhe Hamiden. Hamide, përshëndetje! Përshëndetje, si jeti? Mirë, si jeni ju? Mirë? Mua më erdhi shumë keq kur nëna juaj Meri më tregoi që fatkeqësisht u divorcove 7 zën dhe vajzën e lindje tek nëna. Po. Por çfarë ndodhi me martesën tënde? Si ishte, kërkonte, nuk i majtë 3 veta, bën të vapër. Një martesë jo e lumtur.
Po. E dashur Hamide, por ai nuk është interesuar asnjëherë për vajzën? Jo, as telefon, as i gjë, as i bina i lek për shkollë, as i gjë. Por ju nuk e keni telefonuar dhe t'i kërkoni një detyrim ushqimor për vajzën? E ka shkruajt gocës sa herë, por nuk e kthen. E ka pa mesazh, nuk e kthen ke Messenger, nuk e kthen fare. Ai ka shkruar vajza vetë babait? Po, nuk e kthen. E ka pa, por nuk e kthen fare. E dashur Hamide, por vajza e kërkon babain, kërkon ta takoj? Nuk e do, së do. Së do së flasë, asë gjë, na që nuk di që ka, nuk flet, vetë. Ajo është rritur pa imazhin e tij, sigurisht që nuk ka dashuri për babain, por më vika shumë keq që vajza është 10 vjeçe dhe në një farë mënyrë nuk e njeh babain e vet, ai nuk interesohet ta takojë. Po. Nëse ish burri do të dëgjonte, kërkon t'i japësh një mesazh për hir të vajzës? Shikoj, gocë, ti bjerë një lek, s'ka, zypa dalë. Po shkoj. Jetesa jote është e vështirë aty? Ti vetëm nënën ke si përkraje. Vetëm nëna të përkra? E dashur Hamide, të lutem, nuk dua që të qash në këtë live. Duhet të bëhesh efort për hir të vajzës, për të arritur atë, duke ditur që babai në një farë mënyrë e ka braktisur, por uroj që ato ish-kunatat e tua të na ndjekin ditën e sotme, të paktën të bëhen ato të përgjegjshme, duke ditur që mund të jenë nëna. Por ish-kunatat pse nuk të donin? Le të themi dhe pse të ofenduan? Ja, se kishën më të ta keme tjetër, nuk e përndaj. Si, se nuk të kuptova? Ja, se nuk e ishë babaj e vajzës. Pse ato të kanë akuzuar ty se ti ke tradhtuar vllajin e tyre? Po. Por pse ndodhi kjo gjë? Kështu thoj, nuk ja si shgosa jonë, besa ime. Por nga, le të themi, e nxorën këtë teori që vajza që t'i solli në jetë nuk është e vllajit të tyre. Nga lindën këto dyshime. Kështu thoj. Po mirë, ato nëse kanë dyshime mund të bëni një analiza DNA-je dhe ta verifikoni nëse ishte mbesa e tyre apo jo. E dashur Hamide, tani e kuptova pse ato në një farë mënyre e kanë braktisur mbesën e tyre dhe babaj se të kanë akuzuar ty se ti e ke sjellë në jetë me një tjetër burr. Po. Por e vërteta është i gjajnë komplet hadhës vetë, se ku ishën non e binë, i gjajnë. Më vjen keq. Dëshiron ditën e sotme në këtë live të përcjellësh një mesazh, më vjen keq për jetën tënde. Ndim për vajzën edhe për vllajin, nuk më balen kohë rahat. Vllai është agresiv dhe gacmon mbesën, le të themi. Po. Uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet sot, institucionet të reagojnë dhe të ndihmojnë, dhe më vjen keq e dashur Hamide edhe për jetën tuaj, për jetën e nënës tuaj, me gjithë problemet që keni në familje, uroj të bëhet më e mira. Po, faleminderit. Të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Miropafshim. Uroj dhe shpresoj të bëhet më mira për Hamiden, për vajzën e saj 10 vjeçare që fatkeqësisht halla dhe babai e kanë akuzuar nënën se ajo e solli në jetë me një tjetër partner dhe e kishte tradhtuar, por Hamideja tregoi se i vetmi burr ishte ai që ajo ishte martuar dhe kishte sjellë në jetë vajzën dhe pas 13 viteve divorc ajo nuk ishte martuar dhe qëndronte tek nëna dhe babai. Uroj dhe shpresoj që edhe institucionet, Bashkia e Lushnjës të na ndjekin në këtë live për të ndihmuar këtë familje që vërtet ka nevojë për ndihmë.
Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni që të jeni pjesë e live me Odetën, mund të më telefononi në numrin tim 069 9955 698, por mund të më shkruani edhe në faqet e mia në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.